Më ka qute babi, duke qarë. Për çfarë për disa lavire? Thot vajza, ma, babi flet me i femër. E marrë në telefon, i them, ore maskara. Tani si çma ke bërë do ta bëj, do me thënë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të hap dritaren për një zonjë, një shqiptare e cila është larguar nga Shqipëria me familjen e saj përpara shumë vitesh, por në fakt konfliktet në familjen e saj nisën në Shqipëri, një tradhti që ajo e fali bashkëshortin, por ai vazhdoi të trajtonte edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ata aty ndërtuan një të ardhme, le të themi fillimisht të lumtur, ku arritën të blenin shtëpi, të kishin punë të mira, të kishin mirëqenie, të kishin gjithçka, por tradhtia po i çon në divorc. Çfarë ka ndodhur? Do të jetë pikërisht kjo emigrante që ditën e sotme do të na i rrëfej këtë histori të jetës së saj, një histori vërtet e dhimbshme. Ka sakrifikuar shumë, ka bërë gjithçka për të zbuluar tradhtitë e bashkëshortit të saj. E dashur, ju kur keni vajtur në Amerikë për herë të parë? Po me kam vajtur në 2002-shin. Në 2002-shin, pas ke shumë vite që jeton në Amerikë. Po, 24 vjet, ja i mbush tani në janar. 24 vite. Por çfarë ndodhi me familjen tënde? U shkatrua në Amerikë apo kishin nisur konfliktet që në Shqipëri? Po, konfliktet kanë nisur në Shqipëri, po unë nuk e di të vërtetën. E kupton? Tani, unë jam martuar në 1991. Ai më ka gjetur vetë mua, më ka kërkojtur vetë dorën, edhe jemi martuar, se unë se është me logjik, me punë të mirë, e tjera, unë sa kisha marrë shkollë me mesme. Pra, jeni njohur me dashuri, le të themi. Jo, unë nuk e kam njohur fare atë person me fjela, ai më njihte shumë mirë mua. Unë nuk e njihja atë, unë e njihja si emër, si që punonte aty në fshatin tonë. Se ishte veteriner ky. Në fshatin tim ai ishte ngjitur me fshatin, se një fshat ka qenë përpara, po problemi është që ai nuk ishte as, ai punonte në aty te zyrat në fshatin tonë. Dhe unë veja shkollën dhe ai më shikonte gjatë rrugës shkollës kur vinte që bënin në mbledhje apo çfarë bënin në atë komunë që bëja unë shkollën. Pra, u njohët me dashuri me njëri tjetrin, le të themi ishte ai që të propozoi. Nuk më propozoi fare, u fut në shtëpi direkt, po them. Të kërkoj dorën. Po, kërkoj të futi njerëz në shtëpi vetë personi. Po personi para se të lidhesh me mua, unë nuk dija gjë, se do unë kam pas propozime me fjalë, kam pas djem që më ka kërkojtur në shkollë. Problemi është sepse po të gjithë kam pas një lidhje me fjalë që në rini. Edhe unë kam pas dike që kam pëlqyer dhe më ka pëlqyer, por nuk kemi takuar me fjalë, nuk kemi pasur asnjë lloj romance. Kupton fare. Dashuritë e moshës. Dashuritë e moshës, po pa asnjë lloj problemi sepse nuk kemi takuar dhe kur më ka ndaluar kemi qenë me shoqe me fjalë. I kam të futur në shtëpi, ai nuk është futur në shtëpi me fjalë dhe unë e kam ndjekur atë rrjedhojën e tij që unë nuk merrem me këta njerëz me fjalë, nuk dilja fare, nuk bizetoja me ata njerëz. Edhe nuk kam pasur lidhje fare. Jo seksuale apo puthje, po asnjë, vetëm një shoq ka qenë në jetën time. E qartë. Kur jemi fejuar ne, ky më ka treguar historinë e tij që kishte pas një lidhje ushtar. Kishte pas një femër dhe ditën që më kishte parë mua, ai kishte thënë që unë dua këtë femër, atë femër e kishte lënë me fjalë. Edhe kështu, e ndaloj me atë femër, u fejoi me mua, u zgjedhja, po mi ka treguar të vërtetat në fesë me fjalë, kështu. Dhe gjërat e mia, propozimet e mia i dinte se flasin njerëzit filankën e do filani apo jo. I dinte se ne ishim me vllahën tim, ai ishin shok me fjalë, ne ishim thjesht të njohur atje në gjithë, sepse në një shkollë kemi bërë. Një shkollë ka bërë me vllahën tim, në një shkollë, ka qenë një fshat i tërë, pastaj janë ndarë në komuna, e kupton? Dy fshatra. Sa vjeç ke qenë kur u fejove? Unë 19. Dhe bilet kushërinat e tij unë kam pas shoqe në shkollë dhe të gjitha më murrin, e kupton? Ishin të gëzuara që unë vija në atë derë. Pastaj pas viteve, sepse ai kishte gjyshen e tia, nuk kishte nene baba. Mama ishte martuar, baba ishte vdekur kur ishi vogël, e kishte të gjyshja nga ana e babit. E qartë. Ajo gjithmonë nuk më trajtonte mirë me një fjalë. Unë nga një familje madhe vajta në një familje shumë të vogël. E kupton? Po. Ishte vetëm ai dhe gjyshja e tij. E motra ishte martuar një vit përpara se të martosha unë. Atëra ajo kishte ato gjërat e saj që gjithmonë nuk sillesh mirë me një fjalë, më përqeshte, më bente, se ke parasysh vajzë re sa po dol në shkolla?
nuk dija shumë gjëra, e kupton? Nuk më mësonte, po thjesht më lironte, më ashtu. Nuk e kishim shumë muhabete të mirë. Linda fëmijën e parë, unë humba fëmijën e parë 4 muajsh. por Sepse fëmija u sëmur nga, do me thani më shok, ndoshta brinte me dike tjetër, nuk blinte rroba, fëmija unë punoja si sklave atje gjithmonë, edhe atë natë që fëmija im ka humbur jetë, unë kam shtypur ullint që t'i bëni vaj, e kupton? Unë nga një vajzë shkolle vajta në një vajzë si sklave atje. Martesa jote nuk ishte e lumtur me atë person. Jo, ishte e lumtur sepse unë isha punëtore dhe isha mësuar, e kupton? Nuk kisha probleme me atë njeri. Nuk kisha shumë probleme me atë njeri, se nuk dija çfarë bënte ai nga puna apo çfarë. Nuk i dija gjërat e tij çfarë bënte ai mbrapa krave të mi, e kupton? Unë thjesht punoja, isha punëtore që nga mëngjesi deri në darkë, bëja ato gjërat e mia, po nuk me vjerë nuk isha e lumtur me një fjalë, e kupton? Po çfarë se kishte ajo? Unë mora djalin, edhe nuk më interesonte. Si përfundim pastaj djalin e humba, nga ftoma, e kupton, kishte ftomë. Ai nuk përkujdeset shumë. Im shoh asnjëherë nuk më kanë ndihmuar në fëmijët kur kam pas nevoja unë, për shembull, që të vija të përdorja bajnë apo diçka ta tunse fëmijën. Asnjëherë. Absolutisht nuk ka qenë kurrë i lidhur me fëmijët e tij, asnjëherë. Pastaj vdiq çuni, unë e kam përjetuar shumë keq. Nuk them se s'më ka mbrojtur, më ka mbajtur shumë afër im shoq, sepse unë mund të kaloja në depresion, e kupton? Edhe sikur të kisha ndonjë gjë si që përdori këto koklat për të vdekur, unë e veja, po nuk i kisha. Edhe mendoja gjithmonë që nuk duhet bërë, po ke parasysh Zoti ndonjëherë të jep forcë. Edhe pastaj mendoja sikur të biesh ta zam prap, unë do e them nga me lumtur botë sepse nuk e përballoja do ta të humbi, e kupton? Dhe unë po nuk rash ta zam brenda këtyre 2 viteve, unë nuk e di çfarë do bëj. E kupton? Shumë mendoja unë. Mua mi shtyr në lindjen e parë mi shtyr mitra përmbys. Edhe vete në doktor, vemi në këto ushtaret me fjalë çfarë se ke parasysh të fërkohesh, të besh, edhe jam fërkuar, ke parasysh për të rënë stazan. Edhe pastaj në herën e kur vajte te doktori më ktheu mitrën mua, në lindjen e parë, mua mi shtyr mitra përmbys. Ke pasur probleme? Më ktheu mitrën rash stazane me fjalë s'kishte bende me ushtare ndoshta fare. Kam rash stazane pas 2 vitesh. Të lindjes parë, mbas 2 vitesh, unë kam lindur djalin tjetër, që kam tani falë Zotit 31 vjeç. Edhe me jetë. Edhe isha shumë e gëzuar, faleminderit, se për ata fëmijë jetoj të gjithë. Isha shumë e lumtur me një fjalë. Isha shtatzane, po nuk e kisha lindur fëmijën akoma, se këtu kanë filluar dhe dilemat, gjërat. Isha shtatzane, po se po ta tregoj nga fillimi deri në fund, se kështu duhet ta tregoj. Isha shtatzane me çunin në muajin e 7. Që në muajin e 3 kur vinin me ndonjë vende, ky i thosha se ja vete shaka, unë e kam edhe një tjetër, i thosh ky. Po tallet, ky thosha unë me tallet. E kupton? Tallet ky thosha unë, se ky gjithmonë ai tallet, gjithmonë kishte edhe ironi, kishte edhe butallaqet e tija. Pastaj janë në të vërtetë kishim ca debate me një fjalë, ki parasysh femra në seks apo seksualiteti, gjëra unë isha më e lodhur, gjithë ditën punoja, e kupton, edhe me atë plakën kishim shumë probleme nëse unë do flisja me burrin diçka, ajo do futesh në mes gjithmonë. Dhe dita e fundit çka që për mua, unë kam punuar, ditën e fundit kam punuar për jashtë në ar, në tokë. Edhe më thotë edhe daja i, sepse i shritu të dajt e babait ai, e kupton? Më thotë që moj nuse, më thotë mua, do marrësh mi qa veten, qa punon në 12 të vapës ti, thosh mua, ti do lindësh. Edhe kam ikë në shtëpi, në vapë, se unë punoja në çdo kohë. E kisha shtëpinë time, isha nuse vetme. Edhe vete në shtëpi atje vinim shok, se më kishte bërë dhe makinë qep, se më blite gjëra, me fjalë nuk u trajtonte këtë se më realitetin, se është gjyna nga Zoti, se ai i lartë shikon. Edhe i them unatim sa kish marrë një makinë qepse për mua, po unë nuk e punoja, nuk të punoja mirë. Edhe i them unatia çfarë problemi kish këtë problem, sot ai më avash, ha buka ai, vin plaka. I them po mos i trego asaj se ajo të ignoron edhe thotë që ajo s'di të marr, nuk merr vesh çfarë është për atë. Mos i thuaj gjej tash nëse, se nuk dëgjoj, nuk durosh ajo, kupton? Na thumbat. Kjo ta pse mos më thot mua e dëgjoj, se mos më thot mua, ma ke bërë djalin lule gjereshte, ma ke bërë kështu çunin, ma ke bërë kështu, be ishir, pastaj ai tash në diçketi unë jam e lodhur nga jeta me këtë personi tash. Hajde më thotë mama ai tash nëse unë dua ciki tash. E po mirë, po fillimisht në fakt në lindjen në shtatzanin, se harrova në shtatzanin e parë, po unë kam gjetur një letër,
një kartolin që a kishte dërguar kjo kur ishte ushtar, një femër që sa e donte çfarë nuk i thosh ajo femra. E kupton, ja pas emrin atje. Po unë ka histori me një fjalë, u bëra xheloze, fola, ajta, unë ta kam treguar që unë e kam lënë për ty, që kështu u mbylla histori. Atë ditë që jemi zem, pastaj për në shtatzanin e dytë që jemi zem, më ka qute babi, që viles duke qarë me syze, më ka thënë vërtet, do të ikësh, po i thashun ati, unë doja të ikja një mësim të mirë atyre që ata si jetoni do të pa mua, se unë isha e vetme që punoja atje, e kupton? I qartë, vendose në të moment që të largohesh. Që ata të reakciononin, e kupton? I thot babit, këto zire shumë, e po unë tha babi, nuk kam çaturim brapa derës atyre, i tha babi, unë e kam qup, unë nuk i të mësoj ato tha i, të mësoj edhe plakën edhe atë tha i, babi respekton dhe shumë plakën e tja. Po unë e kam qup edhe nuk e le me i fjalë që nuk dua që atë ziret, po problemi është që dhe unë këta e kam qup i tha i, do me thënë. Nuk e di se si ashtu me babin a i ku i mërzitur, sepse babi nuk i tha që të më hite faj mua, e kupton? Të mbrojtje, sigurisht, të qështë vajzë. Kaluan disa ditë, po e prisja të vite, mos kishte ndryshuar mendje ky e tjera, ky s'duket ka qenë i lidhur me këtë femrën tani që po më shkatërron mua. Edhe pas një muaji vin xhaxhi, sepse ai person që ishte futur lajms, që kishte futur im shoq, e kishim të bënim, i kishim dhënë hallën, kushërinë e parë të babit. Vin xhaxhi i thot babit në mëngjes, unë isha atje, unë isha në muajin e 8, më duket. I thot ai e ka ndar Florën. E dëgjoj, si ka mundësi pas të ndarë për arsye, sepse unë nuk e për të ndarë për tet. E po mirë, ai e mori seriozisht, e kupton ti? Edhe pse qau rrugës. Si duket është lidhur gjatë, ose ka qenë i lidhur, ka pas shoqe këtë lidhur, dhe ajo i ka bërë bashkë të dy ato ndarë dhe kaq. Vetet e shtëpia marr rrugën vetëm, sepse i kishim afër, kam ikur në kerr, vetet e shtëpia atje, i them që sqarosh atje me atë person. Kush është muhabeti, se unë e dëgjova. Ai vin sepse ishte për jashtë, sepse ne kemi to 40 qark shtëpisë. Vin nga toka edhe vin duke përshtitur. Çfarë kërkon ti këtu? Më vërtet mua as dukeni e beni. Vetë unë kam vajtur tek kardu vllai për të marrë, nuk kam vajtur. Unë nuk luaj tash, shtëpia ime është këtu tash. Unë kam bërë dy fëmijë këtu. Sa vite martesë kishe që ndodhi, le të themi, kjo ndarje mes teje dhe atit? Kishte 3 vite martesë. 3 vite. Po. Vete pasaja të xhaxhai tjetër atje, se te vllai nuk i ki, unë nuk i ki thash. E mirë, ata më mbronin të gjithë me një fjalë. Ai i kishte ikur truri, ke parasysh. E mirë, më merr vllai pasaj pas disa kohësh, vemi në rrinë fier atje, se vllai shpin, edhe nusen e tij kishte zane. Edhe kur vemi ditën e gjyqit pastaj atje, i them që kur vemi ditën e gjyqit i tregoj, sepse kur jemi zërë që kanë vajtur unë ato ditë në shtëpi, ai më thotë që ja kur kam thot. Më nxjerr foton, fotografi për qapuar me këtë femër. Pra. Me këtë. Po unë nuk e kam fotografi sepse kam pas 2 fotografi. Ai një e grisi, edhe i fshir të fotografi dhe unë i gjeta. Ja ku e kam, nxori për qapuar. Do me thënë të dalësh sepse dilte me çdo, ajo studente, ky ishte punonte me policinë atë kohë, sepse u prishën komplet, ai punonte veteriner, po u prishën në 91 janë prishur komplet sistemi. U kthyer privat, sistemi. Ai punonte dhe privat veteriner dhe filloi të punonte me policinë nga e keqja, e kupton? E dashur, le të themi ai ju drejtuai gjykatës që ju të bëni divorci? Po. Edhe kanë mbajtur në divorc atje, kam marrë foton edhe i kam thënë që ja ku është fakti. Ai thot mund ta ketë shoqë, i thot ky, dhe ky nuk e pranonte. Dakor, vazhdon divorci prap. Më merr prap aty fillon sherri dhe më thot që un kam i rreth zinë rreth kokës sot. Edhe nuk besh, edhe burr nuk besh, e kupton? Kam i rreth zinë kokës, thosh, edhe i kishte të futra. Po një nuse aty, një nuse për jashtë kunat, se unë s'kisha kunata, nuse vëllezë, se ky ishi vetëm. Më thot që ai vite tek arra dhe qante si fëmijë. Gjithmonë e shikonin duke qarë. Atë me i fjalë. Po përjetonte momente të vështira. Po përjetonte momente të vështira emocionale, që nuk dinte të gjende një rrugëzitje. Po, sepse këta i flisnin, e kupton çfarë po vën. Sepse unë s'kisha arsye të më ndante, e kupton, nuk kisha ndonjë gjë që të më ndante. Edhe e din gjithë fshati aty kush jam unë.
Qante më tha mua, nuk është se së donte, tha, po kishte diçka. O ajo femër kishte bërë diçka, siç e ka bërë tani me fjalë. Sepse një njeri që thotë që unë kam diçka dhe nuk e kontrolloj dot veten, e kupton? Kishte diçka. Si përfundim, vajta prap të vllajt, më mori prap pika. Prap kishte probleme, kisha probleme prap me plakën, edhe pse ja hiqja ato, kur fuste ajo që unë laja, ajo çonte ato, unë ja hiqja ja çon vetë tjetër. Ajo i fuste prap në sherr, por ishte diçka tjetër, ishte kjo femra ndoshta. E po mirë, vemi për në fund divorcit. Vemi për herën e fundit për divorc. Atje. Ma kishte ky. Vemi atje. I thot vllajt tim ky. Po mirë i thot vllajt tim ky se ka pasur vlla tim. Andaj gruaja i thot ky, po ku ti gjë unë ti e di thotim vlla. Ndahet apo s'ndahet gruaja. Do me thënë, ai nuk dinte ku ishte. Si person. Në ato kohë ju kishit vetëm djalin. Nuk e kishi parë djalin, nuk kisha lindur fare, unë e kisha në barkut. Ishe shtatzën. Ishi 6 muajve shtatzanis. E qartë. E po mirë, kur vemi atë ditë pasaj që ishte dita e fundit, po para se të pesh divorci fundit, ky mua më shikon në vëllain, sepse aty kur vemi te gjykata për diçka neve, takojmë rastësisht një mikun e vllajt tim dhe mikun e familjes që kishin krushk. Ai po ndash me gruan e tij, që kishte gjetur me dashuri. E takojmë rrugës, thot me ti pas ke motrën, hajde të pim një kafe lart në kat dyti, thot ky. Po. Aty afër policisë ishte një lokal. Edhe ti atë motrë se ndodhe jep respekt. Se nusën e vllajt tim e kishte të tina ai, e kupton, e kishte. Im shoq kishte qenë aty rreth gjykatës, kishte qenë me disa miq të tij. Edhe i shikon që ne futemi lan ata. Edhe shkallon, i ikën mendja, e kupton? Dërgon një nga ata miqtë e tij dhe i thotë thuj Florës të vi poshtë të takohet me mua. Edhe pima aty me atë djalin edhe më thot mua pse je me atë person, çfarë të duhet ty, i thash unë. Ai është mik familjes, thash unë, dhe ishte në vllan tim, u takom rastësisht. Çfarë do ti? Kam ardhur për të pse ke ardhur tu, më tha mua. I thash unë kam ardhur për të vizituar, i thash unë atij. Tha, po mirë sa lek do, nuk dua lek, i thash unë, s'kam nevojë për lek, i thash unë atij. Çfarë të duhet? Jem unë për fëmijën e për ty, tha ai. I thash unë, po mirë, i thash unë, sa edhe do takojmë, në përgjigje do ta marrësh mbas datës 27, më tha mua. Përgjigjen do ta marrësh mbas 27-s. 27 ai dita e fundit e asaj. Edhe u bë xheloz, shumë xheloz, e kupton? Mirë, ikëm neve ky personi që po ndash vetë më tha mua motra, tha. Le të bëjnë çfarë të duan, ti ul kokën, tha, bëj rroba për bebin, tha, hiqi stresin, bëj këto, foli fjalë pozitive. Biles na pësolli deri te dera e vllajt, se vllai jetonte atje me një fjalë fir, na pësolli deri te porta e madhe ku futëm, edhe iku. Po absolutisht. Dhe pikërisht ky e kishte takuar diku tim shoq me disa njerëz dhe kishte hajde baba mi hajde kishte kala me femre kishte edhe nuk di jo kishte janë sa njerëz kishte e kishte pas tim shoq në një lokal edhe kishte folur shumë me fjalë kishte thënë për ta dëgjuar im shoq. Janë disa njerëz kishte që kanë ala me femrash kishte edhe nuk din ti mbajnë kishte. Ky është ngritur i zërë me ata, e kishte kapur, e kupton, dhe kishte hasë se mos kisha unë diçka me te. Se mi thot krushka, ku vjen krushka na i tregone kështu. E po mirë, vemi për ditën e fundit të gjyqit neve, se më thamë do takojemi bashkë në bazë datës 27 më thamë. Po, në seancën e fundit të gjyqësore. Në bazë asaj date do takojemi bashkë ta. Vemi atje, unë nuk ashtu asgjë, vemi te gjykatësia, i thot dëgjoj, i thot atje. Femra i thot ka probleme, në shtatzani ka shumë probleme. Duhet i rri shumë afër. Von atë ke parasysh çdo femër, unë nuk kisha probleme, unë punoja, unë nuk kisha probleme. Mua vetëm se më bezdisnin, e kupton? Unë nuk kisha absolutisht probleme psikologjike që të besha nervoze apo të zisha nga shtatzania, absolutisht. Po ja tha ajo me fjalë që femrat kalojnë një periudhë shumë të vështirë në shtatzani. Është normale. Po, është normale. Edhe nuk e di çau be, ndenjëm vonë me vllajin, pastaj tha unë nuk do ta bëj ndarjen tha ajo. Si duket e kishte bërë ai, anulluar, e kupton? Pas një viti, ai u troq në seancën e fundit gjyqësore dhe kërkoi që mos të divorcohej. Po sigurisht që po, sepse unë me vllajin ndenja pak më vonë. I tha kjo vllajt tim që nuk do ta bëj ndarjen, tha të lisi fëmia një pas një viti e shikoj me bëjmë tha ajo. E kupton ti?
Sepse ky është rregulli, sepse unë do t'i merja gjysmën, unë nuk kërkoj ta pasuri, unë mund t'i merja edhe gjysmën e pasurisë sepse kisha bërë 2 fëmijë atje, kupton? Një shtëpi ai dhe një shtëpi unë. Unë nuk doja asnjë gjë. Unë doja atë person sepse nuk e dija çka kishte mbrapa krave ai, nuk e dija kush ishte e vërteta. E qartë. Okej, vazhdoj. Po aty një xhaxha i kishte vajtur te një ushtare, kishte qesh një femër që është futur në mes që ajo po i shkatërron ata njerëz, e kupton? Dhe ai ndryshoi totalisht, si vajta unë në shtëpi, ndryshoi totalisht. Ishte shumë i kujdesur, nuk donte ta dinte, nuk u takua kurrë me atë femër. Absolutisht nuk ndodhi asnjë gjë. Bëm dhe fëmijën tjetër, bëm dhe shtëpi të reja, vinte edhe në Greqina 3 muaj, sepse doli dhe nga puna. Ka qenë me një fjalë shumë agresiv, shumë i keq, si tashu që bërtiste për çdo gjë. E din gjithë njerëzit, nuk është nevoja. Po, le të themi që marrëdhënia juaj u rregullua dhe ai tregonte kujdes për ty dhe për dy fëmijët. Ai ishte ashtu, po nuk merresh me atë emër. Kur kemi ardhur ne në aeroport, pastaj kjo punonte në aeroport në Rina, se u bë policë, se kjo nga ajo që i pëlqente policia, merresh me policat, e kupton? Kur kemi ardhur aty, kjo na ka ardhur pas neve. Sepse ishte vajzë dobët, nuk ditën që do iknit në Amerikë. Ditën që kemi ardhur në Amerikë, unë e kam parë si femër këtë, na ka ardhur pas. Ishte që pa mërkur akoma. Unë kisha bërë 2 fëmijë sepse një kisha hungur, një e kisha hungur në shtatzani në Barkut, para se vinim në Amerikë. Ke parasysh ishte shumë i vogël, 1 muaj e gjysmë. Nuk e linda me fjalë, sepse isha shumë sëmur vetë. Mirë e bukur me 2 fëmijë, cipluma, erdhëm në aeroport, do ikim na pësolli vllai. Edhe thotë kjo vete vin mbrapa ande nga vemi ne që ulemi ke parasysh kuresh për të hipur në autobus. Kjo vin nga mbrapa te gate, po. Vina mbrapa nesh edhe im shoq, si duket i fut letra, i dërgon atë tim shoqi. Edhe i thot burri im vllajt. I thot vllajt tim, i thot të vi mund të përcjell, jo, thot e di unë rrugën, thot vllai im. Nuk është nevoja. Ne jemi neve aty, ikëm neve për bukuri. Vim në Amerikë, mirë për bukuri e më thot mua i ti, unë ta i kisha probleme në banjë, ta i dhe kështu. Ti e di që ajo më dha letër, më tha mua dhe kam grisu në banjë, më tha mua. I thashu vërtet, i thashu? I kështë shkujtu letra ajo. Ajo më shkujtu. Ditën që kemi ardhur, që ishim në avion, ajo, unë thasë se më gënjeu, i thashu vërtet, po jo më jo se gënjeta. Po vërtet i ka dhe letër, se ai ke parasysh gënjeshtra e gjysma e të vërtetës. Normale, pa probleme, erdhëm në Amerikë, punuam, blem makinë, blem shtëpi, ku kishte si ne nuk kishte asnjëri. Sa u hap Facebooku, im shoq, do me thënë, ai ishte shumë xheloz i madh për mua, sepse do me thënë, unë tani jam 53 vjeçe. Unë ku do që vija me fjalë, jo ku do që vija, këtu vetëm se kam prit të gacmoj. Më ka pyetur çdo njeri që e martuar, edhe tani me fjalë, unë nuk kam thënë po jam martuar sa keq. Ke parasysh nuk të bezdis njeri, nuk të gacmon njeri, sepse e din që i jet në gjyq këtu. Qartë. Por ai ishte shumë xheloz i madh. Punoja me atë me fjalë, me atë nuk kishte perëndi që të rrije me atë, sepse njerëzit e hedhin syt, njerëzit flasin, do kuptonte puna, do flas me kolegë, do flas me shoqet. Do me thënë, unë flisja me një kolegë që ai ishte mosha më e madhe na unë, motra ime atje. Gjithë njerëzit flisin për punën, ai kur më pa mua që isha me ata, i përviti çelsat që atje te. E kupton? E po mirë. Këto ishin gjëra të zakonshme, nuk më interesonin mua. Hapi Facebooku, ky shkruan i shkruante me një femër. Hap Facebookun vajza për mua, thjesht kocë unë s'dija sa përdorja. Hap dhe tash më hapi dhe një babit të flasim me shoqërinë e tij. Ky tani kishte njerëz, kishte miqë shok, po fillimi i Facebookut. Unë absolutisht e lija hapur komplet Facebookun se isha ata kompjuterat e mëdhenj, jo tani laptop. E le hapur Facebookun. Gjithmonë të timen, i thosha çupës kontrolloj kod, po unë s'më interesonte asnjëri, e kupton? Nuk ishte çfarë të fshije, e qartë. As dia ta përdorja, as kisha ta fshija. Edhe pjesë emrin tim, unë nuk e bëra në emrin tim normal, e bëra thjesht e shkurtova, fare, siç më thënishte gjyshi aty Lora, unë e bëra Lora, e kupton?
se në emri Lora mua shokut që më kishin dashur, unë s'kisha asnjë gjë për atë zotë, për atë shpirt aty djali që ka ikur, që kam 33 vjet që e qaj, më pikon zemër gjak. Nuk kisha asnjë gjë, më ka dashur, po nuk kam pas problem me asnjë gjë me ata. Po s'duhet të më kërkonte dikush, për shembull edhe sepse di që kisha dike një person që më përdite atëherë me fjalë, po unë nuk e jova, s'ma merr me po kodi. Kisha frikë që të më shkruante njëri, nuk doja të më shkruante njëri. Edhe çova emrin tim shkurt, se nuk e dinin ata që këtë emër që më thërriste mua gjyshi atij. Fillon këtë shkruante me një femër, më thot vajza më ish klas 6. Ma, papi flet me një femër. Pas sa viteve që kishin mbritur në Amerikë, arrite të kuptoj. Po, ishte që kur ha Facebookun 2011 me një fjalë, 2009 ne kemi hapur Facebookun. Po, u bë një rrjet social global, po. Po, filloi të fliste me një femër, i dërgonte gjëra, kjo i dërgonte kështu ke parasysh how sexy you are, këto app që hiqshin atë e vetë share. Edhe këtu tani fillon të fliste me këtë femër. I tregonte historinë e saj, kjo i kishte treguar. Edhe i them unë shiko, kujdes me mua se më thot vajza. Kujdes me mua, i thash se ti e di ku vete, i thash unë atja. Sepse unë e kisha urrëtjen në parë, edhe pse se dia çka kishte me femër. Po urrëtjen e asaj foto që kishte dalë të shakuar, unë e kisha akoma, po nuk e kisha biseduar kurrë me burrin tim, se ishte i ri, e shqepur ajo mbrapa dhe çdo mashkull i bën gjëra të tilla, e kupton? Ja kishe falur dhe kishe mbyllur atë kapitull. Nuk ja kisha falur se ai se pranonte, e kupton, dhe ishte ajo që kishte dalë foto me atë. Qofse një femër i qep me një mashkull, çfarë ka mashkulli, mos e nga ai nuk e mua, nuk do atë femër. E kupton? Dakor, sepse një femër, një mashkull që e do, e le me një fjalë. E le gruan e tij për një femër që do. Edhe si përfundim pastaj, sepse ai nuk e përmendte kurrë atë me një fjalë. Si përfundim ky fillon të shkruaj me të femrën, më thotë çupa kështu dhe unë i them kujdes me mua, i thash, jo, është mënyrë shoqërore. Okej? Mënyrë shoqërore, okej. Vete një ditë në shtëpi. Shikoj, ai që është. Shikoj unë. Futet vajza, thot, ma hajtë si gjitha mesazhet, thot vajza, mos e vajza futesh gjithmonë, e kupton, ishte fëmijë, vende këto gjërat e saj si fëmijë me shoqet e seja. Edhe më hani hajtë si gjeta disa më tha mua atje që se kishë fshirë ai. I thosh asaj unë jam i dashur me ty, po që edhe ti më shkruhet sot edhe pikë se kishë folur dhe përpara këta. E pse del në linja e tjera i kam mesazhet, i kam fotografuar ato 3 mesazhet, po unë i kam te telefoni i vjetër që është Samsung, një telefon që ishte me typing kështu. Edhe nuk i bëj dot ti send në email. Nuk e pranoj pastaj, e marr telefon direkt, ka qenë dita pikërisht dita e vdekjes të Bilia, data 28 janar 2011. Unë sa u la një akullore mbas punës se punoja në fabrikë atëre, po të them se unë që kam mbaruar 3 vite shkollë këtu. Ka filluar gjune, kam bërë psikologji, kam bërë shumë klasa për të futur në një ke parasysh në një profesion. Po filluan të rrarët e zemrës, edhe unë ndalova, e kupton kisha për 10 vjetë kam pas palpilation, kam pasur shumë traura zemre. Panic attacks overnight, sepse full time, 2 fëmijë të vegjël në shkollë, e kupton? E qartë, vështirësia e E ndalova shkollën, kisha vetëm një klasë për të marrë. Edhe atë e ndalova, atë ditë e kam ndaluar atë vit që kam parë mesazhet e atij, se isha akoma në shkollë ku ai shkruante me atë. E marr në telefon, i them, ore maskara, ti shkruan se femra me dashur me ty i martuar, edhe një lapazhari si e femër. Pa jo më qatë e halet, ande po unë talësha, ande po këti e ka marrë telefon. Të lutem të përgjërojmë, me helmo më bej qëfar të duash, jam talur me atë, të tjera, sa jo vetë kërkonte, ande po këti ja. Erdi në shtëpi, e odeta, për kokën atyre 3 fëmijëve që kam tritesu që vetëm ata dua në këtë jetë, më ka pusur kemën, më ka lëpir kemën, më ka pusur kemën, po më falë. Të përgjërojmë nuk i bej me, jam talur. Nuk e fala ajo ta. Më kthy urrëtja 94 që më kishte torturuar në atë mënyrë, që më kishte ndjekur sikur isha një çfarë të them, për çfarë për disa lavire. E kisha urrëtjen. Çaja, plasja kokën. Një vit kam jetuar me nuk mundi atë ato që do të bëj. Edhe më të nuk ja tregova. E kupton se stoja në shantë tim shoj. Se thoshi që pse e more 94, pse nuk e lese vllai më tha. Do bësh fishmet. Leqi tani, sepse nuk ja vlen për ty. Edhe ditën që më ka marrë ditim shok 94-ën, që ka ardhur, sepse të thash që mbas 27-s që ai anulloi, ka ardhur në datën 28 të vllai im, me maman e tij, me tezën e tij më kanë marrë.
dhe i ka thënë vllajti mund do t'ja nxjije të kësaja. Më tha vllai ma mos ik me atë, mos ik me atë. Mos ik, ai më vonë ndryshoi kur vajti Daja, i tia, Daja nga ne babait tek ajo ushtarja që çaj kishte ajo femër. Unë nuk kam besuar në magji, por nuk e di tani po i besoj çdo gjë. Kam vajtë në Shqipëri për babin, pastaj me motrën ja thash vllajt kështu femër, se meshku janë tallë ata. Unë se pali ato, vetëm çaja. Ajo ishte shqiptare që jetonte në Amerikë? Kush? Ajo jetonte në Greqi, ajo femra që fliste ai jetonte në Greqi. Jetonte në Greqi. Çfarë ndodhi më pas? Ajo bllokoi doli me një fjalë, sepse ajo pa që ky tallësh, si duket. Nuk e gjenim dot me atë. Si përfundim i vera një Facebook falso me emrin e saj dhe i thash që unë nuk t'i dhash sot përgjigje ty se të doja etj, po ai e bllokoi nuk shkonte me. E kupton, nuk shkonte me. Nuk shkonte me atë Facebook falso. Po mirë, po unë nuk e fala dot, zilshi, më merrte me zor, flinin kod, dronim kod. Do me thënë këto që vija e kisha në turp, ta ndaja më vite turp nga njerëzia, do i bësh qefi shoqëve që kisha këtu, do bësh qefi gjithë njerëzve. E lash shumë me një fjalë. Amandari na kërkojta. Po mirë, vetëm në Shqipëri me motrën për babin se ishte mur, edhe me besën time vetëm një firë të flisja me fëmijë, telefona unë nuk isha internet tek ai telefoni me kështu. Futemi tek këto si thon qendrat që kanë kompjutra, hapi Facebooket që të komunikoja me vajzën. I shkruajta asaj pash në Facebookun atij sa hapur e kishte hedhur disa femra e ishte bërtes. Më mas keqe tash më akoma ti. Shikoj, po imagjino para 14 ditësh, 13 ditësh sa i bie. 12 në ka mbajtur. Shikoj te Facebooku im kishte një djalë, një Elisabeta. Tash unë kem djem të ri me një fjalë. Mosha, domethënë ishte 10 vjeç më i vogël nga unë ai djali. Pa profil, pas ndje, e pranova nga inati tim shoqi. E kupton pse ai ti hedhi dhe unë mos ti hedh. Ai hite vet në sa më midhin, unë nuk i la vet, e kupton? Mirë, okay, kthehemi pastaj në Amerikë me motrën këtu. Pas një javë unë s'po çfarë në Facebook se isha e trulluar, kam qenë 2 javë, kam edhe në spital nga që parasysh nuk hapja dot syt. Edhe nga ndryrimi i ambientit aku dëgjoj. Futemi në atë në orë 7 darkës, mbaroj gjellën, kisha bërë gjellën gati, futem koti. Atje, se s'kisha asnjë gjë. Po ky djali ishte në linjë, ky djali që kisha hedhur unë, ishte në linjë në atë kohë, ishte pa profil. Më përshëndet. I them thash unë, ç'neti në këto orë, unë tani le punën, thot ai në 2 ishte në Greqi ky djali. I thash unë, sepse ai mendonte ndonjë femër e kështu që ashtu rrin mes natës në Facebook. Unë kisha orarin 7:00 e kupton? E qartë. Mi fleti sa gjëra, ky ende po ktheja, faleminderit për respektin, s'ka gjë unë. Edhe atë kur më duke vini më shoq, ishte më shoq aty. Bezven. Edhe më thotë më ke po flet. Unë sa ti thosha thank you atij. Je një femër shumë e sjellshme, ai faleminderit që më foli. I thash unë s'ka gjë, tash unë thank you, i thash unë. Edhe nuk e mbarova atje se edhi më shoq. Ç'të duhet ty, i thash unë, atij me ka flasoni, i thash unë. Ke parasysh? Pastaj e bllokova unë Facebookun. Që ai mos shikonte. Tani siç ma ke bërë do ta bëj, domethënë. Unë për ta bërë xhelozat, po me këtë djalin s'kisha asgjë. Një formatmarrje ndaj atit. Një formatmarrje me fjalë, po nuk e bëra kastile, më shkruajti ai, nuk është se e bëra unë kastile. E qartë, e kuptoj. Kur ai më kapi mua që po flisja me atë në atë momentin e parë, unë s'kisha asgjë për të fshehur atje, se ai do bëre xheloz, unë e mbylla Facebookun me password, e kupton se ai kisha pa password. Çi duhet ti tani? S'kisha asgjë dhe nuk ashtu. Pra pastaj pas disa ditë shoqja natë për natë, nuk më interesonte as ai, nuk më interesonte as ai djali. Pra ai djali më shkruan kur sa që më shikonte, e kupton? Një herë, 2 herë, 3 herë, ndaloj të shkruaj. Ke parasysh po unë në fakt më duk sikur më mungonte ky komunikim me këtë njeri. Sepse ishte shumë i sjellshëm edhe më tregoi historinë e tij, kështu edhe para njohur se kush ishte, e kupton? Unë nuk i thash plotësisht se çfarë kisha unë brenda shpirtit tim, por asgjë, por nuk e di pse më mungonte komunikimi që unë duhet të shpresha me dikë, e kupton? E qartë, në këtë formë online, me një person pa njohur. Po, në këtë formë, sepse tu nuk mund t'i thosha dot kujt, as motrës as njeri nuk më kuptonte, e kupton? Edhe këshiku në Shqipëri, pas një muaj, pastaj, po nuk e di pse më rrinte në mendje ai person që unë ful, unë ta shkoja përballë, nuk më interesonte ai person. Kur e shkëtyr ky pas një muaj edhe më shkon prapë mua ky. I them unë, thot, isha në Shqipëri, thot, po të kam menduar gjithmonë, thot.
I thash nuk e di kush i thash Matia. Në radhë të parë. Më dërgoni foto ma ky dhe sepse ai nuk bënte foto aty. I thash shiko, më tregoj dhe nga esh, i thash shiko, ti nga Korça dhe ajo femër që shkonte im shoqësh nga Korça. Po sikur t'ja punë emri ma gjen dot i thash unë. E kërkoj nuk e gjeti dot. Edhe ai ishte nana e dashur aty po ktheja, fillon të flisim si shok, tamam si shok. I thash ne do jemi shok sepse unë jam e martuar, kam 2 fëmijë. Edhe fillon mua vetin ke parasysh gjithmonë E dashur. Biles edhe kam bërë. E dashur, ndalemi tani pikërisht te problemi me, le të themi, të dashurën e burrit. Ti e kuptove që ai të tradhtoi, ti në një farë mënyrë u akmore, duke i treguar dhëmbët që ai të bërë xheloz dhe të kthehesh te ty. Kur ndodhi faktikja që kjo e dashura e tij mbriti në Amerikë dhe po ta shkatërronte familjen? Jo, unë nuk e bëra xheloz atë që të kthehesh tek unë për këtë problem. Unë e kisha mbaruar, unë nuk e doja më. Kur ai fliste me këtë femër e dytë, më kthye të gjithë urrëtia. Po prapë vazhdua në jetën, e kupton? Unë flisja me këtë çunin, më shkruanin shumë njerëz, unë jam hakmar nga këtij dhe biles. Ky pastaj e kapi që unë po flisja me këtë çunin që tash nga Greqia dhe u bë xheloz. Po. U bë xheloz. Fillon jo debatet, nuk të ndajmë ndaj pra në arsye, unë di se kush jeti ai që ti nuk më tradhton, e kupton? Filloi pastaj unë me qenë se unë për ta provokuar, ku do arrinte im shoq, i kam gjetur atë që kishte ushtar, sepse i mbaja mend emrin, doja ta shikoja çfarë fytyrë kishte. Dhe i gjeta në Facebook, i thash, me këtë fundorin pas që lëm për mua, i thash, po çoj që nga fundorin, s'ka një lek. E me vejta të gjallë që nga akoma më sot mua ky, po foli mos e gjuna, i thash, më të ka dashur aq shumë, i thash, unë e provokova. Aq shumë të ka dashur atë emër ty, i thash, sa gjuna asi ka e jeta foli, shoqëri, i thash, jo më si flas më fali. Ky i kishte shkruar mesazh, i kishte dërguar dorën asaj jam, ditën tjetër. Unë i kisha mesazhet atij se unë e kontrolloja Facebookun e tij. E kupton? Unë ja kisha pasuardin atij. Dale ku do arrinte im shoq. I shkuan tek saj ky kishte sa emta mua kur erdhi. Unë kam dërguar ose ti ose unë kemi dërguar dorën, jo unë s'jam futur me te profili sa ja ke dërguar ti, po mbas e pa dashje thot. Po jo pa dashje se e ke kontrolluar, pa ja ke dërguar i tash, je vetë kurioz. Filloi të flisë. Fshehura si e kapa duke folur. Nuk ndisha një muaj, kisha një shok në Facebook, e kisha në emrin e tij Miri, ja tregova të gjitha se ai më tregonte të gjitha. Unë isha psikologe për atë djalë, sepse ai kishte një problem që ma ka treguar dhe unë i kam ndjenjur afër me fjalë thjesht nga larg, e kupton? Edhe ai ndryshoi totalisht. Ai e di thënë, unë të kam motur se ti ma ke dyshuar jetën time 350 gradë, më thamë, se unë o do më vrisin o do të vrisja. I kishë marrë tokën ati djali, e kupton? E kishë marrë me tokën me kapalso. Dhe ai u qatë e kun. Kur i thashmë që ti e ke emrin e tij Mbiri, unë po të mbaj Facebook, i thash. Tha unë nuk do të trahtoj kur, më tha mua edhe çau, i fjalë që pastaj tha unë tha ja pjetën thas për atë që ke bërë për mua, që ti më ke ndajur afër, më ke këshilluar për çdo gjë. I thash atia, im shoq flet me filanën, i thash, siç më kishte treguar hallet, me këtë djalin më mbarova me këtë djalin e asaj, e kupton? E mori vesh im shoq, e kërcënoi atë djalin, u largua, ai djali nuk friste më. Ky djali që kishte emrin e djalit tim, i thash shiko, thash, ai flet me një person, po do ma gjesh, i thash, se ata flasin diku, se kjo i thoshte, unë kisha një muj që i duroja, po nuk kisha xheloze, e kupton? Nuk kisha fare xheloze. Doja ta dija ku do arrinte ai mashkull, që të më mbush mendja mua ta mbaj atë person. Ata shkruani, ky i dërgonte edhe këngë, i dërgonte edhe gjëra asaja. Unë nuk u ndjeva një muaj, nuk i thash gjë atij. Mirë, dashur, unë e kuptoj që ti je ndjer një grua e tradhtuar, por për shkak të minutazhit ne duhet ta mbyllim ditën e sotme me këtë live. Bashkë do ritakohemi nesër për të vazhduar pjesën e dytë të historisë, pasi ende nuk e treguar asgjë ditën e sotme, kështu që të falenderoj që të pata në këtë live dhe bashkë takohemi nesër. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live me këtë histori të dhimbshme të një gruaje e cila është tradhtuar nga bashorti i saj, ka vazhduar kërkimet për të zbuluar tradhtin e lënduar, por unë i premtova që nesër do jemi sërish bashkë live ora 10 me këtë histori për të vazhduar se çfarë ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe a ka arritur në divorc sot kjo zonjë dhe pse kërkon ta denoncojë në këtë live. Ju falenderoj juve që ndruat me mua, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni
dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.